Dhemshuria e nënës. Vallë, cili është titulli më i lartë që dikush ka fituar pas profetëve në jetë? Mos është grada general, doktor, profesor, inxhinier, avokat, baba apo teze? Vendosin në një kolon të gjithë titujt dhe gradat më të larta që një njeri mund të fitojë. Kush prej tyre mund të jetë ekuivalente me titullin nën? Besoj se asnjëri nuk e afrohet këtij titulli. Një ndër emrat e bukur të Zotit është edhe i gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti. Këto dy emra dhe cilësi të Zotit janë të shtrenjtë për secilin prej nesh, madje edhe të domosdoshëm. Me këto dy emra lidhet jeta jonë në këtë botë dhe në botën tjetër. Rëndësia e këtyre emrave demonstrohet qartë në faktin se çdo kapitull i Kuranit fillon me këto dy emra dhe cilësi hyjnore. Allahu i lartësuar na i ka mishëruar dhe materializuar këto dy cilësi me qëllim që të jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë e tyre. Ai ka dashur që mishërimi i këtyre dy cilësive të jetë te nëna. Allahu i gjithë pushtetshëm e ka ndarë mëshirën në 100 pjesë. 99 pjesë i ka rezervuar për botën tjetër, kurse një pjesë e ka zbritur në tokë. Ditën e Kiametit, ai do t'ja bashkangjisë këtë mëshirë 99 pjesëve të tjera dhe do t'ju andaj krijesave të tij. Ne ndoshta e kemi të pamundur ta imagjinojmë dhe ta perceptojmë drejt si dhe sa janë 99 pjesët e mëshirës. Por Allahu na ka ndihmuar që të imagjinojmë dhe ta perceptojmë mëshirën e vetme që ka zbritur në tokë, dhe kjo nëpërmjet nënave. Nëse kërkon të shohësh si është mëshira e Allahut, shiko dhe heto mëshirën dhe dhemshurinë e nënës. Diçka të tillë na e ka mësuar vetë i dërguari, paqja qoftë mbi të. Një ditë, ai bashkë me muslimanët e tjerë pan një nënë e cila mbante në krah foshnjën e saj. Për shkak të diellit përvolues, ajo përkulej pak me qëllim që t'i bënte hije foshnjës. Ajo nuk donte t'ja dinte për vetë. Profeti, paqja qoftë mbi të, ju drejtua shokëve të tij dhe i pyeti: "A mendoni se kjo nën mund ta hedhë foshjen e saj në zjarr?" Ata u përgjigjen: "Jo, i dërguari i Allahut." Profeti, paqja qoftë mbi të, u tha: "Zoti është i mëshirshëm me ju, se sa kjo nën për foshjen e saj." Prandaj që ditën kur ti ke fituar titullin nën, njëkohësisht je shndruar dhe në tregues të mëshirës së Zotit. Prandaj lutjet e tua për fëmijën janë të pranuar. Askujt tjetër nuk i pranohen lutjet për fëmijën ashtu siç të pranohen ty, o nën. Kjo, sepse ti je mishërimi i mëshirës së Zotit në tokë. Ditën që ke lindur dhe je bërë nën, ti je bërë shumë e shtrenjtë te Zoti. Prandaj nëse të rinjt dhe fëmijët kërkojnë që Zoti të jetë i mëshirshëm me ta, le t'i trajtojnë mirë nënat, sidomos në 10 ditët e para të Ramazanit, ditët e mëshirës. Në çastin që e kap nënën për dorë, sidomos këto 10 ditë, mëshira e Zotit zbret dhe të mbulon. I gjithë universi është tregues i mëshirës dhe i dhemshurisë hyjnore. Dielli, hëna, deti dhe uji e tjerë, por ata janë të heshtur, pa zë. Sa kaq, mëshira e cila lëviz, ecën dhe flet është nëna jote. Allahu i lartësuar e ka përgatitur dhe krijuar nënën në atë formë, sa që askush tjetër nuk mund t'i kryej funksionet dhe detyrat e saj. Ajo mban për 9 muaj një krijesë tjetër në barkun e saj, krijesë e cila ushqehet nga trupi i saj. Edhe pse embrioni ushqehet nga trupi i nënës, kjo e fundit e pranon, madje me kënaqësi. Është pikërisht mëshira që Zoti e ka pajisur nënën, që e bën atë ta pranojë diçka të tillë. Bazuar në këtë, profeti paqja qoftë mbi të thotë: "Nënës i falen të gjitha gjunahet që në dhimbjet e para të lindjes." Profeti paqja qoftë mbi të na ofron një perceptim tjetër të vlerave që mbart emri nën. Ai tregon: "Kur filloj të falem, kam ndërmend ta zgjas namazin.
po kur dëgjoj të qarat e fëmijëve në xhami, e shpejtoj namazin nga keqardhja që ndjejnë nënët e tyre. A e shihni sa vlerësohen ndjenjat e nënës në Islam?